Pas çeljes së sezonit veror në Vlorë ka nisur puna për riasfaltimin e projekteve që janë prekur nga ujësjellsi. Në kohën kur vera pret më shumë pushues vendas dhe turistë huaj në qytet është zgjedhur të kryhet puna për asfaltimin e 31 segmenteve rrugore. Rrugët të cilat po asfaltohen janë akset që kanë më tepër lëvizje të automjeteve, por edhe ato që të çojnë drejt Bregdetit. Tashmë që ka nisur puna, ajo se çfarë vihet në pikpyetje është pikërisht cilësia e asfaltimit dhe realizimit të këtij projekti. Në qytetin e Vlorës prej disa ditësh ka nisur puna për asfaltimin e 31 segmenteve rrugore, të cilat janë dëmtuar pas realizimit aty të punimeve të ujësjellësit të Vlorës. Puna po vazhdon në disa akse kryesore rrugore, por ajo se çfarë vihet në pikpyetje është cilësia e realizimit të këtij projekti. Në rrugët e Vlorës është hedhur vetëm një shtresë asfalti dhe me kaq është mjaftuar çdo gjë. Në rrugën e Unazës së Madhe të qytetit, nga Bishikallëdrëmit e deri në ujin e ftohtë, ka përfunduar një pjesë e asfaltimit rrugor dhe në zonën tek Bishikallëdrëmit vjen ende puna për realizimin e këtij projekti. Për gjatë gjithë segmentit është hedhur vetëm një shtresë milimetrike asfalti dhe asgjë më tepër. Rruga nuk është mbushur as me çakull apo zhavor të imët për të qenë sa më kompakte, si edhe nuk është ngjeshur, çka tregon edhe seriozitetin e këtyre punimeve. Kjo është mënyra që ky projekt do të realizohet edhe në segmentet e tjera rrugore në qytetin e Vlorës, duke patur parasysh faktin që kjo rrugë në shumë pjesë të saj më parë gjitha ka qenë me gropa dhe errëzuar. Asfaltimi në të nuk bëri punë. Nga eksperiencat e viteve të kaluara, është vënë në re se rehabilitimi i segmenteve të tilla në këtë mënyrë ka rënë pre dëmtimeve të shumta, duke dalë edhe brenda një kohe fare të shkurtër e jashtë funksionit.